Për herë të parë pas 10 ditësh, kur ju komunikua zyrtarisht nga SPAK, akuza për shkelje të barazisë në tendera kryer në bashkëpunim, zëvendës kryeministre Belinda Balloku shfaq në krah të kryeministrit Edi Rama në një aktivitet publik. Prokuroria e posaçme njoftoi zyrtarisht më 31 tetor se Balloku është marrë pandehur për shkelje të barazisë në tendera në rastin e ndërtimit të tunelit të Llogaras. Rama dhe Balloku prezantuan këtë të hënë projektin OSHE Charge, një shërbim i ri i karikimit të mjeteve elektrike për të shkuar drejt energjisë së pastër dhe transportit të qëndrueshëm. Kryeministri Rama njoftoi se brenda vitit të ardhshëm, matat e energjisë do të transformohen duke kaluar në sistemin inteligjent. Duke kaluar në sistemin e matësave inteligjent me një parti të parë prej rreth 350.000 matësash dhe brenda këtij mandati besoj që do të përmbyllim edhe këtë proces që patjetër do ta ul edhe më shumë nivelin e humbjeve teknike në rrjet, duke e quar pa diskutim në mesataren e poshtme të Bashkimit Evropian. Kreu i qeverisë deklaroi se deri në vitin 2029, që përkon me fundin e mandatit të 4 qeveritar, Shqipëria do të jetë energjikisht e pavarur. Është vetëm një çështje e pak vitesh brenda këtij mandati të 4 të qeverisë që ne të shpallim sovranitetin e plot energjetik dhe që të mos jemi më të varur as nga importi i energjisë dhe as nga luhatjet nga njëherë thuajse katastrofike që sjellin në tregun e energjisë krizat që nuk kanë bën fare me ne. Shefi i ekzekutivit njoftoi edhe rritjen e pagave për punonjësit e OSHE-s. Një indeksim prej 6.1% do të përfitojnë 6.800 punonjësit e kompanisë, ndërkohë që elektricistët do të marrin rritje page 75.000 lekë në muaj dhe inxhinierët rritje me 1.250 lekë në muaj.